Bismillahirrahmanirrahim. Të ndëruar, mirë se po takohemi edhe sonte, në këtë natë të bekuar të muajit të shenjtë të Ramazanit. Kanë kaluar disa ditë nga ky muaj dhe tashmë jemi kyqur direkt, duke u thellëuar në vazhdimsi në mirësi dhe begatitë e këtij muaji. Duke kërkuar margaritarët e këtij muaji, mos sikur zhytësi bën në thellësitë e detit, mos sikur ata që gjurmojnë dhe hulumtojnë në minierat e thella për të kërkuar margaritarët e çmuar. Edhe ky muaj ka shumë margaritarë të çmuar, por padyshim se çështja më e çmuar, më e rëndësishme, begatia më e madhe e këtij muaji dhe e të jetës sonë është mundësia që të komunikojmë me Zotin e mënduar, ta thrasim, ta lutim Allahun te barekuhu teala. E para kësaj dhe para të gjithave tjera, mundësia që ta njohim Allahun te barekuhu teala. Kurani është një sofër e begat ku prezanton në mënyrë të mrekullueshme të kompletuar përmes një ushqimi shumë të këndshëm të shijshëm njohuritë për Zotin xhallahu ala. Ta njohësh Zotin është çështja më e madhe në jetën tonë. Është një pasuri e zemrës tonë, është një qetësi. Andaj ne i referojmë Kur'anit dhe thënieve të Muhamedit alayhi salatu wasalam që përmes tyre ta njohim Zotin tonë, të njohim emrat e tij, cilësitë e tij të përkryera. Dhe në kuadër të kësaj Allahu xhallahu ala kudo në Kur'an ka folur për veten e tij. Allahu xhallahu ala ka radhitur disa nga emrat e tij të bukur në kapitullin El Hashr, ku kemi marrë emrin Allahut Allah, emrin Allahut Ar-Rabb, kemi marrë emrin Allahut Jalla Jalaluhu, që është Ar-Rahman Ar-Rahim. Dhe pastaj vazhdojmë me emrin Allahut El-Malik, nga se edhe ky është emër që pason në surën El-Fatiha, por edhe pason në surën El-Hashr. El-Malik të nderuar është ai që tërë pushteti është në dorën e tij. Sundimtari absolut, i pa konkurrencë, i pa shoq, dhe poseduesi real i gjërave. Gjithçka është e Allahut te barekuhu teala, çfarë ka qiell e çfarë ka në tokë. Kur përmendet pushteti dhe kur përmendet sundimi, dhe kur përmendet pasuria, padyshim se këto e provokojnë shpirtin e njeriu. Nga se njeriu këto i don. Njeriu don përjetësinë. Njeriu don që të ketë posedim të pasurisë, por don jetë të gjatë, që t'i gëzon këtu në vazhdimsi. Njeriu e don pushtetin. Dhe pikërisht e përmes këtyre dyjave shejtani ngacmoi Ademin alayhis salam duke thënë: "Ala adulluka ala shajaratil khuld wa mulki la yabla." A don me të udhëzuar dhe një pemë të se nëse han garanton përjetësinë dhe një pushtet të pakontestueshëm dhe të vazhdueshëm. Andaj njeriu e don këtë, por nuk i ka. Njeriu nuk e ka as pushtetin, por nuk e ka as pasurinë. Të gjitha këto i ka në shfrytëzim, por realisht nuk janë ato që mund t'i mbajnë sot don ai, kur don ai. Allah është që jep pushtet atij që don. Qul Allahumma malikal mulk, tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha. Thuaj, o Zot, që i tërë pushteti është në dorën tënde. Ti i jep pushtet atij që don dhe ja rrëmban e ja merr atij që don. Gjithçka është në dorën e Allahut xhallahu ala. Prandaj Allahu është sunduesi suprem, i gjithfuqishëm, i gjithpushtetshëm. Gjithçka është e tij. Ai është zotruesi i tërë asaj që ekziston. Prandaj kur ne ekzistojmë Allahun xhallahu ala të ndëruar, ne duhet që t'i kthejmë Allahut të mënduar. Fillimisht të ndijmë veten të sigurt se i tërë pushteti është në dorë të Allahut xhallahu ala. Andaj, ai nuk bën padrejti. Ai nuk e përdor këtë pushtet për ta dëmtuar askënd. Përkundrazi, Allahu te barekuhu teala na rrëfen për këtë epërsi të pa konkurrencë që ka mbi krijesat e tij për të na siguruar zemrat tona se Zoti xhallahu ala është tek fund ai që vendos. Sa ka njerëz të pushtetshëm që kërcënojnë, që kanë tentuar të bëjnë gjëra të pahishme, gjëra të dëmshme dhe të padrejta në karshim me njerëzit, po nuk ja kanë dalë. Nuk ja kanë dalë ta bëjnë këtë, apo nëse ja kanë dalë ka qenë shumë e kufizuar në raport me atë që kanë synuar dhe kanë kërkuar. Dhe gjithmonë është dëshmuar se i tërë pushteti është në dorën e Allahut te barekuhu teala. Sa ka njerëz që kanë menduar se asnjëherë pushteti i tyre nuk përfundon, por ja që ka përfunduar, kanë shkuar. Nuk kanë pas mundësi që të garantojnë përjetësi,
me as një nga ato që kanë pas. As me pasurinë, as me pushtetin, as me rrethin, as me asgjë. Kanë shkuar dhe kanë ecë. Dhe kështu të gjithë do të ecim nga kjo dunja, për të treguar se i tërë pushteti i takon Allahut manduar. Allahu te barekuta është i gjithë pushtetshëm me njeriu. Njeriu nuk mund ta ndalë momentin e vdekjes kur i vije. Dhe kjo është padyshim një akt, që shpërfaqet përmes tij dobësia dhe gjynëzimi dhe varfëria e njeriu. Për arsye Allahu xhallahu ala të ndëruar, në vazhdimsi, na dërgon argumente të vazhdueshme për të bindur për të ushqyer zemrën me këtë emër të Allahut se i tërë pushteti është në dorën e Allahut te barekuta. Gjithashtu të ndëruar, e tërë pasuria është e tij. Lahul mulk, i tij është sundimi dhe e tij është pasuria, e tij është gjithçka që ekziston. Ai nga ajo që ka kujt të don, sa të don dhe për sa ai don. Njeri është i pasur, por nuk është posëdues i kësaj pasurie. Njeriu mund të rrëmbet nga arroganca, mund të kalon në vetpëlqim, në mendjemadhësi, si pasojë e pasurisë që ka, por ai vetë e din se nuk është posëduesi i saj. Për faktin se nuk mund të emër me vete kur të vdes. Për faktin se shpesh herë i mirët ajo pasuri, hum nga pasuria, pa dëshirën e tij. Dhe në fund do t'jap llogari për tëra që ka pas në dunja, pak ose shumë. Prandaj po të ishte jotja, nuk do të mirësh në llogari. Po të ishte jotja, do të ishte me ty në vazhdimsi. Po të ishte jotja, do të kishe mundësi të japësh kujt e duash, po nuk është kështu. Prandaj gjitha këtu janë të mjaftueshëm për të treguar se ne jemi të varfër, ne jemi të dobët, por bëhemi të fortë, të sigurt, të pasur, atëherë kur e ushqejmë zemrën në emrin e Allahut te barekuta el-Malik. Të nderuar, emri i Allahut el-Malik i dërgon mesazhe të qarta çdo pushtetmbajtësi se drejtësia është ajo që kërkohet. Dhe Allahu ka dhënë pushtetin që të ruajnë interesat e njerëzve, që të garantojnë besimin dhe të ruajnë njerëzve pasurinë dhe nderin, dhe jo që të hapin mundësi të keqpërdoret pasuria apo të përdoset nderi i njerëzve. Burgosja e njerëzve padrejtësisht është një keqpërdorim i skajshëm i pushtetit që Allahu xhallahu ala e mundson këtë dunjë sa është provë, për fundin këta mizorë do kenë shumë të keq. Emri Allahut el-Malik i thot besimtarit se ky që është i gjithë pushtetshëm, ky që gjithçka është në dorën e tij, duhet të lidhet zemra jote me të, të mbështetesh në të, duke thënë gjithmonë atë që na ka mësuar dietarët e parë, se sado që ka ndonjë problem të madh, sado që ka telashe, nuk del jashta asaj që është në pushtetin e sundimin e Allahut te barekuta. Me qenë sundimin e Allahut, me që brenda pushtetit e Allahut te barekuta, atëherë sillum përputhje me rregullat që i ka vendosur Allahu te barekuta brenda këtij sundimi dhe brenda këtij pushteti. Dhe për këtë arsye Allahu te barekuta ata që marrin guximin të bëjnë mëkate, të shpërfillin kërkesat e Allahut te barekuta, këtë veprim Allah e quajnë fesad. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mos bëni rrëmuj, mos bëni shkatërrime e fesad në tokë pasi Allah e ka rregulluar. Me çka Allah e ka rregulluar? Me shpallje. Allah e ka rregulluar me udhëzim, Allah e ka rregulluar me besim. Prandaj çdo përhapje e mosbesimit e mos falëndrimit ndaj Allahut mënduar, çdo vrasje e padrejtë në tokë, çdo keqpërdorim i pasurisë, marrje e padrejtë e pasurisë, kështu me radhë, brenda pushtetit të Allahut te barekuta i cili ka lejuar që njerëz të marrin, por me të drejtën e Zotit, jo me të padrejtën. Ata që këtë e bëjnë në mënyrë të padrejtë, duke kaluar kufit, Allahu xhallahu ala i quajnë mufsidin, i quajnë Allahu azza xhall fasaxhi, shkatërrimtar, dhe ata që bëjnë rrëmuja dhe sillin problemin në mesin e njerëzve. Ndaj Allahu ka rregulla. Shikoni për shembull se ka rregulluar Allahu xhallahu ala kosmosin me rregulla. Dhe në bazë të rregullave dhe jeta jonë është e këndshme. Para mendojnë sikur dielli mos i zban të rregullat. Sikur për shembull mos i zban të deti rregullat. Toka mos i zban të rregullat. Çfarë do të ndodhte? Nuk do të kishte jetë. Dhe gjitha këto Allah i dërgon për t'treguar se si i ka rregulluar Allahu azza wa jall gjitha këto planete shumë më të mëdha se ne, këto krijesa gjigande, marramendse në apartmane, por ato e dëgjojnë Allahu azza wa jall. Ato i binden pushtetit të Allahut xhallahu ala dhe respektojnë kërkesat e Allahut nga se dinë se të Allahut janë. Andaj e ndihemi të Allahut dhe tek Allahu do të kthehemi, por si do të kthehemi?
E rregullon këtë them tek Allahu xhallahu ala, emri Allahut El Malik, ai që në dorën e tij është gjithçka. Prandaj ne lutim Allahun e manduar me emrin e tij El Malik, o ti që i tër pushtetin në dorën tënde. Japi pushtet atyre që janë të mëshirshëm ndaj neve. Japi pushtet atyre që janë të drejtë në raport me neve. Japi pushtet atyre të cilët o Zot i madh, o ti që pushtetin në dorën tënde. Japi pushtet atyre të cilët na ruajnë nderin, moralin, fen, besimin ton, familjet tona. Na ruajnë nga e keqja e pushtetarëve të padrejtë, zullumçar dhe shkatrimtar. O i gjithfuqishëm e gjithpërshtetshëm, ne jam nga pasuria jote. Na mundësoj që ta shfrytëzojmë ashtu sikur që don ti, që ma që na ke dhënë nga pushteti, nga mundësia, autoriteti e pasuria, ta shfrytëzojmë gjithmonë në përputhje me rregullat që ti ke vendosur e që dalja jo nesër para ti jetë faqebardh. E shumë doa tjera të ndëruar shikues që mund të përmbledhen në kohën e emrit Allahut El Malik, por unë e përmana vetëm si një model i shkurtër se si mund të jetë një lutje me emrin Allahut El Malik. Allahu xhallahu ala është ai që gjithçka në dorën e tij dhe elhamdulillah që është vetëm në dorën e tij e në dorën e askujt. Prandaj atij mbështetemi, nga ai kërkojmë dhe vetëm prej tij presim mirësi, mirëqenie dhe rahati. Zoti ju ruaj.